Të nderuara media, të nderuar gazetar, qytetarë të Kosovës. Në lidhje me konstituimin e kuvendit, du të parafrazoj deklarimin e deputetit PDK Sabelar Tahiri, i cili dje tha që më e keqe se blokada, tha është do ishte formimi i qeverisë Kurti. Edhe unë e përgëzoj fort ato për këtë deklaratë, se më në fund edhe opinioni publik ja ka shpjegu të gjitha arsyet, edhe thelbin, edhe boshtin e obstruksionit të konstituimit të kuvend. Pra, pajtohen qëllimet e PDK-s dhe partive opozitare janë që të blokohet kuvendi me qëllim që të parandalohet formimi i qeverisë Kurti. E dyta, du t'ju rikujtoj që këtu po flitet sot ishte në votim procedura për administrimin e votës së fshetë, nuk ishte votimi për një kandidat. E treta, ne dëgjojmë shumë deklaratët e opozitës, po du t'ju rikujtoj që në lidhje me këto dilemat e tyre për zonën Albulena Agjiu, ka shumë deputet këtu të opozitës që nuk ishin fare dilema kur votuan për Zajednicën, për amnistimin e kriminalëve sërbë në veri, kur votuan për demarkacionin, kur votuan për gjykatën speciale. Du t'ju rikujtoj që Albulena Agjiu nuk i ka votuar asnjërin prej tyre. Dhe në fund, ju dini që ka dy raste pranë gjykatës kushtetuese, njërën të cilën e ka deponua AK-ja, sa përket procedurës së votimit, edhe njëra është sa përket dyshime për vjedhjeve të votave të diasporës, dhe po ashtu dhe ne na mbetet presim verdiktin e gjykatës kushtetuese. Ju faleminderes, a ka pyetje? Po. Edhe unë i bashkangjitëm edhe thirrjes dhe shqetësimit të cilës secili qytetar të Republikës Kosovës, sa përket nevojës së konstituimit të kuvendit si fazë e parë për të proceduar pastaj tek formimi i qeverisë. Qëllimi im këtu ishte, duke u bazuar në deklaratat e tyre, është shpjegoj se pse jemi në këtë situatë. Pra opozita ka marrë një qëndrim për ta bojkotuar ose bloku konstituimin e kuvendit me qëllim që të parandalohet krijimi i qeverisë Kurti. Ky ishte qëndrimi jonë që nga fillimi, tash po e verifikojnë edhe vetë. Në lidhje me ne jemi në fazën e konstituimit të kuvendit. Konstituimi i kuvendit ka të bëjë me jemi tek pika kur po konstituohet kryesia e kuvendit, si organi më i lartë drejtuesi i kuvendit. Në kryesitë e kuvendit është e vërtetë që lëvizja vendosë ka 2 përfaqësues, mirë po 4 përfaqësues janë apo rreth 66% e përfaqësuesve janë nga subjekte tjera, qoftë opozitare apo nga komunitetet. Nuk i ikim përgjegjësisë, se ne jemi duke bërë çfarëdo që është e mundshme. Po marrim pjesë në votime, po bëjmë propozime, kemi ofruar paketë që të votohen në paket, jemi refuzu, kemi propozu që të shkojmë me votim të fshehtë, jemi refuzu. Kemi propozu marrëveshje politike, jemi refuzu pikërisht nga LDK-ja. Çdo që është kërkuar ose kërkohet në bazë të rregulla parlamentare, ne kemi ndërmarrë. Dhe siç e dini, partive opozitare, sidomos deputetëve, ju takon përpjekja përbashkët për konstituimin e kuvendit. Është në interes të secili deputet që kuvendi fillimisht të konstituohet. Në fazën e dytë pastaj, mbi bazën e kushtetutës sonë dhe rezultatet e zgjedhjeve, gjithsesi do të ketë përpjekje për krijimin e qeverisë, ku aty në shpresoj, edhe mendoj që duhet të ketë edhe kompromise dhe koncesione dhe partneritete politike për të proceduar tutje. Megjithatë, si skupimi Roku Kosovë. Dakor, mirë, po ne kam një mendim tjetër. Në vitin 2019 është votu kryetari i kuvendit, edhe pse lëvizja vendosi nuk i kishte numrat në atë kohë. Kjo ka ardhur për shkak se përtej politika krahasuese ose përtej të drejtës kushtetuese të krahasuar. Kosova pas gjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014 i ka specifikat e saj se si duhet të konstituohet kuvendi. Tash, reprezentimi i 2 përfaqësuesve të partisë fituese, edhe nëse ne do i fitonin 80%. Kushtetuta shumë e qartë, ne do i kishim vetëm 2 përfaqësues si fitues të zgjedhjeve, kurse pjesa tjetër i takon partive tjera opozitare. Në fakt, 2 i takojnë LDK-s dhe PDK-s, 1 i takon komunitetit dhe 1 përfaqësues është nga komuniteti serb. Keni parasysh që shumica e kryesisë në fakt janë nga partitë deputet e partive opozitare. Për këtë arsye, ne mendojmë që konstituimi i kuvendit na takon të gjithë ne deputetëve dhe pastaj formimi ose mos formimi i qeverisë është faza e dytë.
Në lidhje me pyetjen e dytë, e kuptoj rëndësinë e pyetjes, megjithatë, meqense këtu sot është tema e konstruimit të kuvendit, do sugjeroja që më vonë do të kemi një referim dhe do të jemi lumtur që t'japim një përgjigje në pyetjen e dytë. Mirë po, në lidhje me pyetjen e parë, që ta heqë çdo dilemë, edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese vitit 2014 e ka sqaruar që i takon deputetëve që të bëjnë përpjekje qoftë deciditivisht thuhet me votim të hapur ose të fshehur, duke votuar për, duke abstenuar ose duke votuar kundër, që ta konstituojnë kuvendin e Kosovës. Dhe përpjekjet ju takojnë secilit deputet. Në lidhje po, nuk është fare e fshehur kjo punë që edhe deputetët këtu, qoftë individualisht ose me subjekte, janë publike ato që ne po bëjmë përpjekje çfarë do që po mundemi që ta konstituojnë kuvendin dhe nuk shoh gjë të jashtëzakonshme aty. Sigurisht se këto diskutime mund të bëhen edhe do të bëhen në të ardhmen edhe me zotin Limaj. Mirë, por në lidhje me formimin e qeverisë pastaj, e cila fazë në mendoj vjen pas konstituimit të kuvendit, unë besoj që është plotësisht legjitime që diskutohet i takon kryeministit Kurti që të gjej forma dhe partneritete për krijimin e qeverisë përmes kompromise dhe koncesione. Se ishin tre pyetje. E para është që nga viti 2014, ju e dini që ka pas tikon, sa unë kujtoj një pritje 6 mujore për konstruimin e kuvendit, duhet të ketë qenë aty afërsisht, dhe pritja pas certifikimit zgjedhjeve ka qenë duhet të jenë certifikuar tikon në korrekt, edhe pastaj formimi shkoi deri në nëntor, dhjetor, aty duhet këtë qenë. Pastaj një problem pat tek viti 2017, kur PDK-ja ose PAN-i në atë kohë nuk propozonte fare kandidat. Me qëllim që të blihet kohë dhe bllokohet kuvendi, nuk propozonte fare kandidat. Në vitin 2019, pastaj ne i kishim, sa unë kujtoj, diku 26%, 28 deputet, një po ne propozuam kandidat dhe kemi marrë votat, jemi votuar pikërisht edhe nga deputetët e opozitës, edhe kjo ka qenë çësia jonë në interpretimin jonë i aktë vendimit të gjykatës kushtetuese. Sa i përket aludime, ne do ishim bllokues, sikur ne nuk do të propozonim kandidat, nuk do të bënim përpjekje qoftë për marrëveshje politike, qoftë për diskutim me partitë opozitare, apo nëse nuk do të merrnim pjesë, edhe nuk do të votonim siç po bën opozita tani. Në lidhje me pyetjen, cila është pyetja e tretë, dhëni hat lutem? Ministrat që aktualisht. Shikoj, këtu ka një ligj të qartë të qeverisë, e cila duhet ju rikujtoj mbështetët, ka qenë propozuar diku në vitin 2020, sa unë e kujtoj ka qenë propozuar nga qeveria Hoti, e ka kalu filtrin e konsultimit të Komisionit të Venecias, edhe është dhe Komisioni Venecias që parashikon që duhet ketë një qeveri në detyrë për raste të jashtëzakonshme ose për qeverisë editor, edhe unë mendoj që qeveria po e bën pikërisht këtë. Nga do t'i marrin si ministra apo si deputet? Këtë duhet ta verifikoj një ditë tjetër, po është mirë që të pyeten ata. Për momentin, ajo çfarë unë mund të them është që është edhe mirë që Kosova të ketë kryeministër dhe ministra në detyrë për të përgjigjur çfarë do sfidë ditore, edhe ato që kanë rëndësi për sigurinë nacionale, është mirë dhe kjo është plotësisht ligjore. A është vetëm shpresë vendosues që kalojnë procesin nga votimet të fshehtë dhe e dyta, a jeni duke prit vendimin e gjykatës kushtetuese pasi në marrëveshje politike duke që nuk po arrin ta zgjidhni. Po, votimi i fshehtë parashihet është mekanizëm i sugjeruar edhe nga gjykata, nga vendimin e gjykatës kushtetuese. Po ashtu sa unë kujtoj me rregulloren e kuvendit, duhet të jetë diku në 60 apo 61.4 rregullores së kuvendit, parashihet definitivisht i takon deputetëve drejta që të propozojnë. Gjykimi i gjykatës kushtetuese ka shpjeguar detajisht atë decidim. Ne mendojmë që është plotësisht legjitim, si mekanizëm përdoret për zgjedhjen e presidentit, përdoret gjerësisht në Evropë, parashihet në rregulloren e kuvendit dhe parashihet në aktvendimin e gjykatës kushtetuese dhe unë besoj që deponimi që ka dërguar Aleanca për ardhmërinë e Kosovës do e sqaroj këtë. A kemi pyetje tjera? Ju falenderoj se të shihemi ditëve të radhës. Po shpresoj.